Alvin ka 18 ditë që ka ardhur në jetë. Nëna e tij ka vënë emrin dhe e ka përqafuar vetëm në momentin e parë pas lindjes, dhe më pas vendosi ta abandonojë në maternitetin Mbretëresha Gjeraldin. Bluzat e bardha, mjekët dhe infermierët japin të gjithë për kujdesin atij dhe 20 fëmijëve të tjerë, ato që në fakt nuk zgjodhën për t'ia dhënë nënat e tyre. Drejtori i këtij materniteti, Blenard Nonaj, tha se fëmijët e braktisur në këtë institucion spitalor qëndrojnë 2 muaj dhe më pas shkojnë drejt qendrave rezidenciale. Maternitetin tonë kemi për këtë vit kemi 11 bebe të braktisur. Po të flasim për një vit më përpara, që kemi në vitin 2016, kemi rreth 20 bebe që janë abandonuar. Këto fëmijë transferohen në shtëpitë e foshnjave. Këtu tek ne arrin 1 deri në 2 muaj. Arsyet që i çojnë nënat drejt këtij vendimi për bluzat e bardha janë lindjet në moshë të hershme, divorci dhe faktori ekonomik. Për këtë të fundit, organizata Save the Children mendon se 70% e fëmijëve vendosen në qendrat rezidenciale për shkak të varfërisë dhe jo për shkak të humbjes së prindërve. 70% e atyre fëmijëve që janë në këto rezidenca sot vinë nga familje me probleme sociale dhe ekonomike. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Olta Xhaçka, e kërkon zgjidhje në nivel lokal, pra në ngritjen e infrastrukturës nga bashkitë për të ofruar shërbime për këtë kategori. Në gjithë Shqipërinë, nga 61 bashki sot, vetëm 34 bashki ofrojnë shërbime sociale dhe cilësia e shërbimeve nuk është e njëjtë nga bashkia në bashki. Sigurisht, nevojitet standardizimi i këtyre shërbimeve. Të dhënat tregojnë që në Shqipëri jetojnë në qendrat rezidenciale 846 fëmijë, prej të cilëve 285 janë fëmijë me aftësi të kufizuara dhe 561 fëmijë të tjerë. Autoritetet po bëjnë përpjekje të motivojnë familjet kujdestare, të cilat ende mbeten të pakta në numër, për të shkuar drejt deinstitucionalizimit.